Nga 109 personat e dyshuar që i arrestoi prokuroria themelore në Prizren, nuk ka kandidat për deputet, shumë prej të cilëve përfituan nga manipulimi i votave gjatë numërimit. Ish drejtori i teatrit të Prizrenit, Fetah Pasharizi, është një prej emrave më të përfolur në skandalin e vjedhjes së votave, pasi mbi 6700 vota ju përshkruan rrajshëm në favor të tij, ndonse as ato nuk ia siguruan ulse në kuvend. Aja mohoi se ishte në dijeni të vjedhjes së votave në favor të tij. Pasharizi në një deklaratë për kohën tha se nuk është intervistuar asnjëherë për rastin. Prokuroria themelore në Prizren në një përgjigje për kohën vuri theksin te konferenca ku kryeprokurori Petret Kryeziu tha se kandidatët nuk do të amnistohen dhe se rasti nuk ka se si të ketë ndodhur ndryshe përveç se me marrëveshje mes tyre dhe komisionerëve të partive. Ju njoftojmë se hetimet në këtë rast janë ende në zhvillim dhe çdo informacion shtesë në këtë fazë mund të dëmtojë integritetin e hetimeve. 3 familjar të afërm të kandidatëve për deputet AHGP dhe IP gjatë intervistimit në polici nuk kanë pretenduar se i kanë respektuar rregullat e numërimit. Rregullat zgjedhore përcaktojnë se asnjë antar i ekipit të numërimit nuk mund të numërojë dhe të plotësojë votat e subjektit të vet, dhe se ekipi obligohet të bëjë numërimin e fletvotimeve në mënyrë transparente. Djali i ish-deputetit Nait Hasani, AH, i ka thënë prokurorisë së Prizrenit se nuk ishte në dijeni për rregullat e numërimit. I pandehuri A.K. në deklaratën e dhënë në polici me 23 janar 2026, ka deklaruar se ka qenë kryesuesi një tavolinë të numërimit nga subjekti i PDK-s, ku detyra e tij ka qenë futja të dhënave të subjekteve të tjera politike. Ka shtuar se nuk ka pasur dijeni për ninën 21 të rregullorës zgjedhore numër 1624. Njëri prej djemve të vëllait të Fetah Pasharizit, GP, ishte vëzhgues që nënkupton se e monitoron procesin, por vetë nuk merr pjesë në numërim. Por për GP që ka mbajtur burgim për tentimvrasje në të shkuarën, prokuroria pretendon se një kryesuesje i dha rishfet e një tjetër e kanosi për t'ia lëshuar vendin në mënyrë që të fusë vetë rezultatet në sistem. Sipas aktvendimit për para burgim, ai ka mohuar pretendimet e prokurorisë për kanosje. E disa të pandehur mes tyre edhe djali tjetër i vllait të Fetah Pasharizit është arsyetuar se nuk diti si të numëronte pasi nuk është trajnuar për këtë. E deklarat vet inkriminuese dha kryesuesi BB, i cili e pranoi se komisionerët i plotësuan rezultatet e kandidatëve të partive të tyre. Ka cekur se edhe persona të tjerë kanë vendosur të dhënat e kandidatëve të subjekteve të ndryshme politike, gjë që nuk kanë pasur të drejtë, por i ka lejuar. Po ashtu ka ndodhur që gjatë numërimeve antarët e partive, nga e cila parti janë caktuar, kanë lexuar fletvotimet e atyre partive politike. Në disa raste gjatë intervistimit në polici, të dyshuarit ja hodhën përgjegjësinë kryesuesve. Në bazë të rregullores për qendrat komunale të numërimit, kryesuesit janë përgjegjës për organizimin, menaxhimin dhe mbarvajtjen e numërimit. Por rregulloria së cilës i është referuar prokuroria nuk amniston as antarët e komisioneve. Gjatë rinumërimit të plot në Prizren është hasur vjedhja e madhe e votave të kandidatëve. Manipulim është konstatuar edhe në qytete të tjera për shkak që KQZ-ja vendosi për rinumërim të plot.